Interesant, tu se çdo herë me një kornisë i gjej. Ja ku është njëra, ja ku është tjetra. Nga sezoni i kalu. Sot jemi 17 qershor. Shikojmë a janë të diamat këtu dhe a kanë amzor për ndrimin e këtyre diamave. Edhe ku I kemi amzort, edhe këtu, është farë amzori I mirë. Këtu e kemi një. Tash ngelet, në gjejmë vetëm amat. Thamë edhe korniza e 10 është me vjerë. Korniza e skajt. Në polene nektare. Plot dresë, dhja I kapur, kamerë. Dhe amat janë I sigurt pak. Me I gjetë mirë është sa me dëshmu. Ka plot tjerë. Fantazi. Edhe gati 2 kat, e lerë janë të mbushura me mjartë. Edhe këtu kemi një amzor, po do të heksës, m'duket e mirë. Janë amzor shumë mirë, këta mund të shfrytëzohen për shtesa të reja, për ndrim të letreshave. Këtë kornizë dhe janë marrë. Ja ku e kemi njona. Interesant, tu se çdo herë me një kornisë I gjej. Ja ku është njëra, ja ku është tjetra. Nga sezoni I kalu. Se dhja I kap kamerën mirë apo jo. Më thamë ki ka bon 10 korniza pirë, tu se çdo herë ka 10 I ka pasë. Dhe më shumë, po tash e kufizuan 10 korniza. Kështë I mbushur me vesë, me larva. Kornizë do t'ja la, vetëm një shtesë treni, një plus. Se mërë. Thonë ja I mira e këtyre familjeve me 2 apo më shumë bretnesha. Edhe pse ka pas lloj komentesh, jo mundet e s'mundet. Kishte prej atyre që kërkonin edhe me bast, vinë mbletishte me pa, vinë bast se nuk mundet ndodhë. Është vërtet se vetë nuk ndodhën, po duhet me e bo vetë. Duhet me informu vetë me ka dhije të jama. Tash dhe të letësu.
sportive, mode të ndryshme. Një kornisë që gati duke dalë. Edhe milët janë vendosime. Dhe polen. Edhe një amzor nga ki do t'ja marrë. Kjo ishte. Tani do ndalim i qizimin për shkak se mos bëjmë dhe një punën pak më shpet. Me thonë ki kishte vetë korniza pje, ki gati është i mbushur me mjalt. Edhe ki kati tjetër, ka mjalt të pavullost. Kjo është e mira. Faleminderit, ju përshëndes.